Top 5 ushqimet që duhet i eliminoni urgjent, sepse po shkatërrojnë zorën e trash. A ndiheni shpesh të fryrë me bark të rënduar apo vuani nga kapslloku pa një arsye të qartë? Mos ndoshta ushqimet që konsumoni çdo ditë po e dëmtojnë zorën tuaj të trash në heshtje. Zora e trash është si një filtr jetësor për trupin ton. Ajo largon toksinat dhe ruan balancën e tretjes. Por kur ajo mbushet me mbetje të dëmshme, pasojat ndihen në të gjithë organizmin. Ja cilat janë pish ushqimet që duhet t'i hiqni urgjent për të shmangur inflamacionin, kapslekun dhe madje edhe rrezikun e kancerit kolorektal. Në vend të parë, fasulet. Edhe pse janë të pasura me fibra, fasulet mund të shkaktojnë fryrje të madhe dhe gazra të dhimbshme, sidomos te personat me ndjeshmëri në zorën e trash. Ato përmbajnë oligosakaride, të cilat janë të vështira për të tretur dhe shpesh fermentohen në zorë duke prodhuar shumë gaz. Ky proces shkakton jo vetëm parehati, por edhe presion të panel mbi sistemin tretës. Shumë njerëz mendojnë se po bëjnë diçka të mirë për shëndetin kur han fasule çdo ditë. Por në realitet, nëse zora jote është delikate, efekti është i kundërt. Në vend që të ndihmojnë tretjen, ato mund ta përqësojnë. Gazrat e grumbulluara krijojnë fryrje të dhimbshme, zurma në bark dhe ndonjëherë ndjesi ankthi nga presioni i brendshëm që shkaktohet. Në raste të përsëritura, kjo mund të ndikojë edhe në shëndetin e përgjithshëm të zorës së trash. Prandaj, nëse je adhurues i fasuleve, mos i heq fare nga dieta, por kontrollo sasinë. Mos ha më shumë se një gjysmë pjate ose maksimumi një pjatë të plotë në ditë. Edhe kjo mund të jetë shumë për disa persona. Më mirë të hash pak, por pa pasoja sesa të përfundosh me barkun e fryrë dhe të shqetësuar gjithë ditën. Trupi jep shenja, duhet vetëm ti dëgjosh. Në vend të dytë, kafeja. Kafeja është pjesë e mëngjesit për shumicën prej nesh dhe shumë njerëz nuk e imagjinojnë ditën pa të. Por për zorën e trash, sidomos nëse është e ndjeshme, kafeja mund të jetë një faktor irritues serioz. Ajo përmban kafeinët dhe acide që stimulojnë lëvizjen e zorëve, ndonjëherë më shumë se ç'duhet, duke shkaktuar diare, spazma apo dhe dhimbje barku. Nëse e pini me stomakun bosh, efekti është edhe më i fortë. Zora e trash zgjohet në mënyrë të papritur dhe fillon të punojë në mënyrë të çrregullt. Kjo për disa persona është arsyeja pse ndihen keq pas fillshanit të parë të kafes. Shumë mendojnë se janë të stresuar, por në fakt është zora që po reagon ndaj kafeinës. Dhe nëse pini më shumë se 2 kafe në ditë, problemi vetëm sa përkeqësohet. Nëse doni ta mbani kafen në rutinën tuaj, pini me kujdes dhe me kufi. Më mirë një fillshan në ditë pas ushqimit sesa 2-3 pa asgjë në stomak. Gjithashtu, provoni ndonjëherë ta zëvendësoni me çaj bimor, që është më i butë për tretjen. Mos harroni, nëse zora juaj nuk është në formë, as trupi nuk do të ndihet mirë. Dhe kafeja, për fat të keq, mund të jetë një nga shkaktarët kryesorë. Në vend të tretë, ushqimet e skuqura dhe fast foodet. Kush nuk i do patatet e skuqura apo një hamburger të shpejtë? Janë të shijshme, por fatkeqësisht janë një nga armiqt më të mëdhenj të zorës së trash. Këto ushqime janë të mbushura me yndyrna të dëmshme dhe aditiv kimik që sistemi tretës e ka shumë të vështirë t'i përpunojë. Kjo llofje për zorën e trash krijon bllokime dhe ngadalson gjithë procesin e jashtëqitjes. Kur konsumon shpesh ushqime të skuqura, zora e trash fillon të bëhet më dembel, duke lëvizur më ngadalë dhe duke mbajtur mbetje toksike më gjatë në trup. Kjo çon në kapslek, fryrje, gazra dhe ndonjëherë ndjesinë që barku nuk zbrazet plotësisht. Përveç kësaj, këto ushqime nuk përmbajnë fibra fare, pra nuk ndihmojnë as pak në pastrimin e zorës. Prandaj, nëse nuk do që zora jote të ngeq, limitoj sa më shumë fast foodet dhe gjërat e skuqura. Nuk po themi të mos i prekësh kurrë, por mos e kthej në zakon të përditshëm. Një herë në javë është maksimumi dhe edhe atëherë provo t'i balancosh me perime të gjalla ose fruta që ndihmojnë tretjen. Zora e trash të falenderon çdo herë që t'i zgjedh më mirë. Në vend të katërt, sheqeri i rafinuar dhe pije të gazuara. Nëse konsumoni shpesh ëmbëlsirat, çokolada të përpunuara, pije energjike apo lëngje me sheqer artificial, dijeni se po i bëni një dhuratë shumë të keqe zorës suaj të trash. Sheqeri i rafinuar krijon fermentim në zorë, prodhon gaz dhe çon në fryrje, kapslek dhe inflamacion. Ai ngadalson tretjen dhe krijon një ambient të favorshëm për zhvillimin e bakterieve të dëmshme. Kur sheqeri futet në sistem, ai ushqen mikroorganizmat e këqij që jetojnë në zorë.
Kjo çon në një çrregullim të florës intestinale, duke dobësuar sistemin imunitar dhe duke ndikuar drejt për drejt në humor, energji dhe tretje. Nëse vazhdon me këto produkte çdo ditë, zora e trash e humbet aftësinë për të pastruar toksinat siç duhet, dhe kjo reflektohet me probleme të vazhdueshme në bark. Prandaj, në vend që të pini një lëng të gazuar pas vakti, më mirë zgjidh ujë me limon ose çaj bimor. Dhe kur të keni dëshirë për diçka të ëmbël, provoni fruta të freskëta ose mjalт natyral në sasi të vogla. Mos e tepro me sheqerin e bardhë, sepse sa më shumë ta përdorësh, aq më shumë zora e trash helmohet në heshtje. Në vend të pesta, salami popullor dhe mishrat e përpunuar, prosciutto, salami, hot doget dhe çdo lloj mishi që vjen në paketim të plastifikuar janë ndër ushqimet më të konsumuara, sidomos në mëngjes apo në bukë për punë e shkollë. Por ato janë gjithashtu ndër më të rrezikshmet për zorën e trash. Përmbajnë nitrite dhe konservues kimik që dëmtojnë mukozën e brendshme të zorës dhe krijojnë një ambient toksik që e lodh sistemin tretës. Këta aditiv artificial nuk janë bërë për të tretur natyrshëm nga trupi, prandaj ato grumbullohen me kalimin e kohës dhe e dëmtojnë zorën në mënyrë të vazhdueshme. Studimet kanë treguar një lidhje të drejtë për drejtë mes konsumit të rregullt të mishrave të përpunuar dhe rritjes së rrezikut për kancer kolorektal. Sa më shpesh ti konsumosh, aq më shumë e vendos shëndetin tënd në rrezik. Nëse nuk i heq dot krejtësisht nga dieta, konsumoj shumë rall vetëm në raste të veçanta. Dhe në vend të tyre, zgjidh burime më natyrale proteine si peshku i freskët, vezët apo gjoksi i pulës i gatuar në shtëpi. Mos haro, ajo që duket e thjeshtë dhe praktike si një fet salam në bukë, mund të ketë pasoja afatgjata për shëndetin e zorës tënde të trash. Përpara se ta mbyllim këtë video, doja që ta dëgjonit edhe këtë. Zora e trash nuk flet me fjalë, por flet përmes fryrjes, dhimbjeve dhe kapslekut. Ajo të paralajmëron sa herë që ushqimet e gabuara hyjnë në trupin tënd. Sot mësuam se ka disa armik të heshtur, që e lodhin dhe e dëmtojnë çdo ditë. Le të kujtojmë shkurt 5 ushqimet që duhet t'i shmangni urgjent. Fasulet, të rënda për tretjen, krijojnë gazra dhe parehati. Kafeja stimulon tepër zorën dhe mund të shkaktojë diare apo shqetësim. Ushqimet e skuqura, pa fibra, plot yndër, lodhin zorën dhe bllokojnë tretjen. Sheqeri dhe pijet e gazuara ushqejnë bakteret e keqia, dëmtojnë florën. Sallami dhe mishrat e përpunuar të lidhur me rrezikun për kancerin e zorës. Trupi yt është paskyra e atyre që ha. Ndaj zgjidh me kujdes, mos e mendo si sakrificë, por si një investim për veten. Nëse të pëlqeu kjo video, mos haro të bësh like, të abonohesh dhe të shtypësh zilezën që të mos humbasësh videot e radhës. Komento më poshtë. A e ke ndjerë ndonjëherë barkun të rënduar nga një nga këto ushqime? Le të flasim hapur për shëndetin tonë.